Gjykata kushtetuese ka rrëzuar vendimin e Këshillit të Ministrave për shkarkimin e kryebashkiakut të arrestuar të Tiranës, Erion Veliaj, duke argumentuar se qeveria dhe Këshilli Bashkiak nuk kanë respektuar kushtetutën dhe procedurat ligjore. Menjëherë pas vendimit, mbështetës të shumt ligjor dhe politik kërkuan rikthimin e tij në detyrë, duke pretenduar se Tirana duhet të drejtohet nga kryetari i zgjedhur. Por procesi në gjykatën kushtetuese kishte natyrë administrative dhe nuk lidhet me hetimin penal ndaj Veliajt për korrupsion, pastrim parash dhe fshehje pasurie, për të cilat ai ndodhet në paraburgim që prej shkurtit 2025. Kjo situatë është ngjashme me rastin e Fredi Belerit, kryebashkiakut të zgjedhur të Himarës, i cili mbeti në burg edhe pse kërkoi lirimin me arsyetimin se po i mohohej ushtrimi i mandatit. Në mars 2024, gjykata kushtetuese rrëzoi kërkesën e Belerit, duke e konsideruar masën e arrestit si të ligjshme dhe proporcionale. Në vendimin e saj, gjykata theksoi se kufizimi i lirisë personale për një qëllim të ligjshëm mund të përfshijë edhe pamundësinë për ushtrimin e mandatit, nëse kjo është e nevojshme për procesin penal. Në këtë kuptim, rruga që ndjek Erion Veliaj për lirimin nga paraburgimi dhe rikthimi në detyrë është e njëjtë me atë të Belerit, që rezultoi e pasuksesshme. Megjithatë, Veliaj shpreson se, ndryshe nga paraardhësi i tij në situatë të ngjashme, gjykata kushtetuese mund të arrijë një vendim tjetër që t'i hapë rrugën kthimit në krye të Bashkisë së Tiranës.